Koncertet muzikore janë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës kulturore, sepse përmes tyre shprehen talentin, puna dhe dashuria për artin. Një nga ngjarjet më të veçanta artistike është koncerti vjetor i organizuar nga Shkolla e Mesme e Muzikës Todor Skallovski TTS, e cila mbahet në qytetin e Strugës dhe sjell emocione të veçanta për publikun çdo fundvit. Koncerti vjetor i organizuar u mbajt në qytetin e bukur të Strugës. Është një ngjarje shumë e rëndësishme kulturore. Ky koncert organizohet çdo fundvit si një nga koncertet më të bukura që ndodhet në Strugë, duke sjell art, emocion dhe muzikë cilësore për publikun. Nxënës dhe profesorë të shkollës së muzikës e presin me padurim këto koncert gjatë gjithë vitit. Përmes këtij aktiviteti, ata tregojnë punën për kushtimin dhe talentin e tyre muzikor. Koncerti është një mundësi e veçantë që nxënësit të paraqiten në skenë dhe të fitojnë përvojë artistike, ndërsa profesorët krenohen me suksesin e tyre. Si kaluat në koncertin e fundvitit? Ishte një mbrëmje shumë e bukur, siç e patë atmosferën. Kishte goxha publik edhe si çdo vit që Shkolla Muzikës realizon koncerte të tilla në kuadrin e festave të fundvitit.
festive, të gëzueshme. Juve jeni profesorisht e kantos, kishit nxënës tuaj sonte këtu në prezent në koncertin? Po, patjetër, pjesa më e madhe që performuan në koralet bashkë me orkestër ishin nxënësit e mi sigurisht. Ka struga nxënës të talentuar në kanto? Ka struga goxha nxënës të talentuar, ka profesor shumë të mirë, thjesht duhet pak kontribut dhe ta mbështesin sa më tepër artin. Ne urojmë që ky koncert të jetë çdo vit dhe të jetë kaq suksesshëm. Faleminderit dhe juve shumë. Faleminderit. Shumë bukur, ishte shumë mirë, një organizim i shkëlqyer, një performancë jashtëzakonisht e bukur, kanë shkëlqyer nxënësit. Ju jeni profesoresh e gjuhës shqipe. Po. Sa rëndësi japin nxënësit e muzikës gjuhës shqipe? Tash një pyetje e cila mund të jap dy përgjigje. Se zakonisht të muzikës janë më shumë profesionale dhe shumë e vërtet. Fatkeqësisht nuk i përkushtojnë 100%, mirë po nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për arsye se ato kanë një matur shtetërore të detyrueshme që do t'i nënshtrohen një provimi, mirë po do them që unë personalisht si profesoresh të shoft një përkushtim, po ka edhe për nxënësve që kanë dëshirë dhe përkushtim, ka edhe për atyre që e marrin domethënë si lëndë jo shumë serioze. Juve ai përkrahni çdo herë në aktivitetet artistike nxënësit tuaj? Patjetër, pa diskutim. Është kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirupafshim, kënaqësia ime. Ky rezultat i suksesshëm erdhi si rezultati i punës së palotshme të stafit në bashkëpunim me nxënësit e Shkollës së Mesme të Muzikës. Dëshmuam që te shkolla jonë punohet me seriozitet dhe përkushtim. Dëshmi e qartë është edhe ky koncert i sotëm me këtë program mjaft të arrishëm. Sonte kishit një nga koncertet të suksesshme. Së pari ju urojmë suksese sepse ishte shumë bukur me nxënësit. Sa e vështirë është të punosh me nxënësit e shkollës, se pam që kishte të inkuadruar edhe nxënës së shkollës fillore. Po të gjithë tash gjithmonë është problem me të punosh me nxënës, po është edhe një kënaqësi e veçantë, sidomos kjo sonde, kur e shef gjithë këtë punë që e ke bërë edhe të arrish në këtë është shumë kënaqësi dhe lodhja praktikisht nuk ndihet fare lodhja. Si arrini ti gërshetoni profesorën, nxënës të shkollës të mesme dhe ato të fillues? Shiko, nuk është e lehtë, domethënë nuk është e lehtë koncert të tillë të bësh me nxënës të shkollës së mesme, pa që më keq edhe shkollës fillore. Por gjithmonë me ndihmën e kolegëve, se pa ata ne nuk munden, në fakt ata nxënësit vetë kanë nevojë për mbështetjen e profesorëve të tyre në instrumentet e përcaktuara. Kolegët e presin në mënyrë mjaft të lehtë këtë aktivitet? Absolutisht. Ne jemi atje si një familje madhe në shkollë, kështu që gjithë punojmë bashkarisht për të mirën e shkollës, për të mirën e qytetit, për të mirën e nxënësve. Dim që shkolla fillore ka një periudhë që është e hapur në strug. Cilët janë vështirësitë që juve keni hasur gjatë gjithë kësaj periudhe për një mini orkestër apo edhe një mini kor pa parasysh? Dëgjoj. Shkolla fillore si mjet është viti 5, praktikisht e hapur në vitin 2021. Shkon në rrugë të duhur. Për momentin kemi mbi 360 nxënës të shpërndarë në instrumente të ndryshme, qoftë ata frymor, qoftë violina, qoftë piano, qoftë instrumente me goditje, qoftë gitar, qoftë fizharmonik, por për të pasur orkestër mirë fillt, tamam si sot që ndigjum, duhet kalojnë me pak vite. Duhet domethënë ata gjenerata ngadalë të rritën. Që shkolla e muzikës të ketë orkestër. Aq më shumë që ju thash domethënë që e kemi vitin e 5, domethënë ata nxënësit që ne jam klasë 4 në instrument. Po me kohën gradualisht shpresoj që do të rritemi. Shkolla e muzikës të koncerti organizon çdo vit? Në Strug në fakt funksionojmë 2 institucione, për momentin si 2 institucione të ndara, shkolla e mesme, si paralel shpërndarje e shkollës mesme të Tetovës dhe shkolla fillore, cilën e hapëm në Suazat e komunës, pra themi Lucish komuna. Dhe koncertet të këtilla të dyja shkollat bëjnë çdo vit. Domethënë jo vetëm koncert për fund vitit dhe fund vitit shkollor, po bëjmë edhe koncerte të klasave, të cilat i kemi minimum, domethënë 2 herë në një gjysmëvitor. Domethënë 2 herë dalin në gjyqtorin e parë të gjithë nxënësit dhe 2 herë dalin në gjyqtorin e dytë nxënësit. Dhe ajo mandej kurorëzohet me 2 koncerte ku performojnë nxënësit më të mirë. Urime dhe suksese. Faleminderit shumë që ishe sonde. Faleminderit dhe ju.
Mirëmbrëma, unë jam Mendona Dalipi, në koncertin e fundvitit tonë, e përgatitur nga Shkolla e Muzikës Todor Skallossi, kaluam shumë mirë. Në cilën lëndje ti? Unë jam në lëndën e kantos. Sonte kënduat? Po, isha në përmbledhjen e korit, bashkë. Sa kohë keni që ushtronin? Po, ka kohë me muaj që nga fillimi i ky vitit, pak nga pak i marrim gjërat shtruar që ti dim ku duhet dhe ku jo. E prisni me padurim? Po, shumë. Cili vit jeti në shkollë? Unë jam viti i tretë. Mendon të vazhdosh për kanto ose? Po, patjetër. Urime. Faleminderit shumë, natën e mirë. Cila është ndjesia që patët për koncertin e fundvitit? Isha shumë e lumtur me ziprisja të dalim në koncert, sepse kemi ushtruar shumë këtë javët e fundit edhe Gjatë gjithë vitit ushtroni? gjatë gjithë vitit, po gjatë gjithë vitit. Sa orë në ditë ushtroni? Unë 3 orë, 3 orë në ditë? 3 orë po, Ndërsa ti luan në instrumentin në flautës. Ka sa kohë në flautë? U bon 5 vjetë. Shumë mirë. Dhe me thënë, juve keni vetëm një koncert ose gjatë gjithë kohës keni aktivitetet të Po, normal, po. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Në këtë koncert marrin pjesë nxënës të kombinuar të ndryshëm si shqiptar, maqedon, turq, duke e bërë atë një shembull të bukur për bashkëtesën dhe harmoninë kulturore. Muzika bashkon të gjithë dhe krijon një atmosferë të ngrohtë festive. Ky koncert mbetet një ngjarje e paharrueshme për publikun e Strugës dhe për të gjithë pjesëmarrësit.